Përshëndetje, desha t'jap disa informacione të shkurtra për sa i përket menopauzës dhe kryesisht shenjave të menopauzës. Kanë afshe të nxehta, kanë skuqje të fytyrës, të qafës, të kraharorit, kanë lodhje, kanë ndryshim të humorit, kanë iritime apo nuk është më lëkura, fillon të thahet. Gjinjt fillojnë të zvoglohen, rriten apo shtohen në peshë, kanë tharje të organit të tyre genital, kanë ankth, kanë stres, kanë djersitje të shumt. Unë do t'ju thosha të përdorni Somaxin. Somaxi është një suplement i prodhuar dhe certifikuar në Amerikë. Pse them për Somaxin? Unë thash që këto gra në këtë periudhë kanë stres, kanë ankth. Pikërisht Somaxi ka në përbërjen e tij, ka valerianën që ndikon në stres, ka lulen pasion, ka dhe melatoninën, e cila përdoret vetëm një kapsul në ditë. Krahas Somaxit, unë do këshilloja dhe Flexonormin. Edhe Flexonormi është një suplement i prodhuar dhe certifikuar në Amerikë. Pse Flexonormin? Flexonormi ka në përbërjen e tij të gjithë grupin e vitaminave dhe të mikrodjendve të cilat në këtë periudhë të gruas bien të gjitha, pra në periudhën e menopauzës. Dhe si e tillë, kjo ka në përbërjen e vet, ka vitaminën D, ka vitaminën K, ka glukozaminën që është shumë e rëndësishme për të mbrojtur kockat, dhe një sër elementesh të tjerë në përbërjen e saj. Edhe Flexonormi përdoret në një tablet në ditë.